e pash projektin Buk e Krip, më pëlqaj ti për shumë. Më pëlqaj gjithë shka në fakt, ke kogja e menume në gjdo detaj. Që ka shku përgatitjet e teksti, e muzika, e gjithë shka për me e bu një projekt, me finalizu? Po, si zakonisht, mënyra që shpunojnë është fillimisht mbledhëm të veni ushtrime kur kemi venin, edhe zakonisht dikush e bjen një ide, është me gitara, është të pana, është veç një tekst ose diçka. Edhe kur ja kemi nisë, do me thonë, me punu në këtë kongë, ylle ka pas idejen me gitarë dhe ka jep, që me thonë, një farë mënyrë që atë ndjesin, pak si shqip, po e përzime me rock, me elemente shqip, edhe e kena sfidu vetën, hajde, pe bojna me tekst shqip, pe bojna diçka nështë autentike që krejt, edhe e përdurëm si fjallë kjo Buk e Kryp, e zemër që thojna, edhe që e ka qenë një farë mënyre që shju kena qasë kësaj kongës. Muzik e veçantë kështu në përgjithësi, po më do këtë që edhe ide shumë e mirë mi prejkë kështu moshat, krejt grup moshat, edhe krejt gjinit, për shkak të qasaj, s'po di, autenticitetit e the shumë mirë të vetë që e ka, dhe po më do këtë shumë një kongë që për një me ka me egzistu ndër vite e vite. Që s'del për modës, po do këtë ashtu... Po, qëllimi jonë është sa ma shumë që mujna me bo, dhe me thonë muzikë, sa ma kvalitative dhe diçka që është që po thua edhe te atin që metë, ma unë nuk është nështë ta veç sezonale, ose veç minë zonë të koncerte, po diçka pak ma shumë vlera që ka, që mujna edhe mas 30 vjetë mos me të ardhë marrë kër e këshyri që ato. Konga ka veç tash që është dojë, e kemi edhe në përjetët sociale, ka qarkullu gjithandej. Ylber pak të regon për komentet që shkenë për gjithësi, që shë pritën këtë projekt. Mirë, komentet kanë qenë kogja pozitive, edhe gjatë që na bën muni mirë, se është një farë rezultati i punës me siguri edhe dedikimit tonë, po gjithmonë është një pikë ku menon, do me thonë, kur bën disa kthesa si band, sidomos kur provon edhe senet që ma heret nuk ke provu, është një farë rreziko që nuk je i njoftën me atë pjesë, po fatmirësisht deri tash e kam prit njerëz shumë mirë, edhe videoklipin edhe kongën gjatë që na bën një muni mirë edhe na motivon për me punu tutje. E vërtet. Po kështu, kur jena ashtu të rrjetet sociale, unë po besoj që e kam pas ndikimin e veta, që me dit edhe me pa njerëz, me dit muzikën që e bëni ma tepër, me u njoft në përgjithësi si grup. E keni pa, po besoj. Po, në rrjetet sociale tash si çdo trend, po mendoj, e kanë ndarë shumë njerëz edhe po mendoj me siguri edhe pse ju ka pëlqy, edhe kanë pas qef me siguri me përkrasi kongë. Po prap edhe jashtë asaj kena qef edhe me marrë edhe kritika, se s'do me thonë me kanë gjithë shka nuk është për krejt, nuk e një muzikën krejt njëjtë. Shumë e vërtet. Edhe po dallohet prej muzikës që e bën, që nuk e bën për arsye që me përfitu diçka ose me ju pëlqy krejve një masës, një shumicës, nëse e bën për një pakic, po të paktën me konë që ajo që te përfaqëson vetën tone. Pëlqej teksti shumë, edhe po uvreke që ka një tematikë goxha të thellë. Qysh, bëni dakord se me konë katër veta në grupën e menoj që grupet shumë vështirë funksionojnë. E plus ju edhe familje, edhe grup, qysh funksiononi? Njerë para se me shku më prova rehum, njerë. Shmërio me këtë dorë za për thonë atë që në dherën. Jo, kjo fillimisht që ashtu që shtregova dhe kër ylli, do me thonë kër e ka pru si ide fillestare pjesën melodike, që thash e ka jep që atë ndjesin kër ja kemi nisë, do me thonë me punu në tekst, zakonisht punujna në mënyrë dikush ose e propozën, ose si një temë, ose jep dy rreshta, diçka që i ka metë në krye dhe ja nisëm në bazë që aty në dy rreshta ose temës me përpilu, do me thonë një storje. Në këtë rast, për shembull, ka qenë storja që ashtu, qysh është teksti, do me thonë është pak për një thirrje për unitetin që kemi pas, nashta ma heret ma shumë si popull dhe ndjesin empatinë e kena pas ma shumë nashta për njëri tjetrin se tash.